Ecimët e Kuvendi ka shtyrë mbledhjen e Këshillit të Imunitetit e Mandateve, ku do të shqyrtonte kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit për zëvendës kryeministren në një kohë që gjykata kushtetuese ende nuk ka dalë në një vendim për çështjen e pezullimit të numrit 2 të qeverisë. Në mbështetje të nenit 73 të kushtetutës, nenit 13.5 dhe nenit 118 rregullores së Kuvendit, si dhe duke marrë në konsiderat se në mbledhjen e parë të Këshillit të zhvilluar më datë 19/12/2025, pra në muajin dhjetor, deputetët antarë të këtij këshilli kanë kërkuar që shqyrtimi i kërkesës së prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për dhënien e autorizimit nga Kuvendi për arrestimin, heqjen e lirisë së deputetit, ministrit, zëvendës kryeministrit nëpërmjet zëvendësimit të masës së sigurisë të lidhet me marrjen dhe vlerësimin paraprak të vendimit përkatës të gjykatës kushtetuese, duke vlerësuar se një shqyrtim i tillë synon garantimin e një procesi vendimarrjeje të plotë, objektivi dhe në përputhje me parimet kushtetuese me qëllim shmangjen e cënimit të parimit të sigurisë juridike dhe garantimin e rregullores kushtetuese të veprimtarisë dhe vendimarrjes së Kuvendit. Kështu pra thot Kuvendi në njoftimin e saj në lidhje me shtyrjen e mbledhjes së Këshillit të Imuniteteve dhe të Mandateve. Mbledhja ishte parashikuar që të mbahej për në mesditë, por përfaqësuesit e mazhorancës nuk kanë pranuar të diskutojnë çështjen përpara vendimit të gjykatës kushtetuese.